Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë zje, ndahet nga jeta në moshë të re aktori i njohur i serialeve. Aktori i njohur me famë ndërkombëtare James Ransone, i njohur për rolin e tij ikon si Sobotika në serialin The Wire, ka humbur jetën në moshën 46 vjeçare. Lajmi është konfirmuar nga zyra e mjekut ligjor të qarkut të Los Angelesit, e cila regjistroi vdekjen e tij si vetvrasje, duke ndodhur të premten e 19 dhjetorit në Amerikë. Ransone u gjeti pa jetë dhe autoritetet nuk kanë konstatuar ndonjë akt kriminal në lidhje me ngjarjen. James Ransone u bë i njohur për audiencën e gjerë me portretizimin e Chester në Sobotka, një punëtor porti me probleme. Në sezonin e dytë ai fitoi akoma më shumë popularitet. Lajmi i vdekjes së tij ka shkaktuar një valë reagimesh në mediat sociale dhe mes kolegëve, të cilët e kujtojnë si një aktor të jashtëzakonshëm dhe si një njerëz që u përpoq të ndihmonte të tjerët përmes historive të tij personale. Ai ka lënë pas bashkëshorten e tij dhe 2 fëmijët. Pas humbjes tragjike, bashkëshortja ka nisur një fushatë mbledhjesh fondesh në mbështetje të Aleancës Kombëtare për Sëmundjet Mendore, duke theksuar rëndësinë e ndërgjegjësimit dhe ndihmës për çështjet e shëndetit mendor.